Faleminderit teknologjisë që më na jep mundësinë me rikthye në jetë heroin ton kombëtar Jusuf Gërballi. Kjo është letra që ai shoi nënës së tij, nënës Ajshe, në shtator të vitit 1990. Një letër e mbushur me madh, krenari dhe shpërthim shpirti. Nanë e dashtën. Rruga e jetës na pruni deri këtu. Zor sa dush, po kollaj e s'ka qysh bot me kollaj. Ti vet, so herë në prak gjumit, kur ishim fëmijë, kur kishim dalë prej lojnave të minis, na ke kallzu pralla që e ka të njëjtin përfundim. Rruga e nderës është me zorshmja, po me nira, dhe vetmja rrugë e vërtet për njerin. Dhe kush u mundu për nder ka gjetë. Sot në vjerëzën e kësaj rrugë, kur s'po kemi qysh mi dhonë xhebab bereqetit, kas të pasum, fare me cilët i kemi mbjell vetë, kush lodhet i pari mundet me thonë, a vyn me luftu për nder, tu i ngarku vetit kas të gjiga në shpinë. Unë besoj nanë, se ti nuk i ajo se tu kështu, ty gjithmonë u ke përballu burnisht rëbeshëve të mdha, unë besoj se ti nuk je lodhë. Rruga jonë, mendja e shpirti jonë kam pasu strofull në fjallën tënde, dashunin, kujdesin tënd pashoq. Kur i kujtoj këto, mdel se ti në vend se të mërzitësh, duhet gëzosh e të përtrihesh. Ma në fund, veç tu i mos u dërzun këtë kohë të pështirë, ti nanë, do ta qetësh edhe hapin tënd fundit bërnor, që të bënë që të gjitha ato nana 3 mesha kisnike shqiptare, që kur u kanë ly puna e batani, s'kan kursy, s'kan kajt me lot jetën e djembe tyne, dhe kanë këndu kur kanë ku ka qyqet. Jam shumë i lumtur që për këtë pikë, pra për mërzim tande, shpirtin e kam fjetun. Ti e një lis që nuk don me dirë për fallazat të forta, bile një lis madhështie të cilit i del më pa, bashkur mermot mër fallaz, as bor, as ngrithat e mba, nuk kam ba kur shej. Pse pra, dridhësh prej lakshtie, prej bryme. Në preferime e mia të gjalla këtu në Trebdhe të shëtu jelc, në atë krenin e pashoq, se herë që nisësh me pa djalin ton në burge rrugës, të bjem me shpëndrue me armis të mdoj e të vezhjel pjellës sate. Le palcas armiku. Gjithaj që e ka bas qyrin qarë e veshin short, kur e do puna me luftu për nderën, për atë që t'je akustu jetën e shëndetin, dhe dije. Krejnia jote për balë, fratëllazës e sot me është helmi maj fort për armikun. Të përqafoj me malë, prej s'largu, djemët, reja të nipat, djalët i Sufi. Për krejt ju që jeni duke i parë të tregime në kanalin ton Tregime nga Zemra, ju lutëm, subscribe kanalin ton, për ju është vetëm një klik, për ne është një faleminderim nga Zemra. Shikoni edhe videot të tjera të paparë dhe pa dëgjuara në kanalin ton Tregime nga Zemra.